Kur racizmi burokratik vishet me kostum europian, Marta kosfyn shqiptarët me një gjuhë bigote dhe përçmuese. Deklarata e komisioneres së zgjerimit nuk ishte thjesht një gafë diplomatike. Ishte një formulim i rënd, i padrejtë dhe thellësisht thyes që e zhvendos barën e korrupsionit nga pushteti i korruptuar të një popull i tërë. Kur një zyrtare europiane lë të nënkuptohet se korrupsioni pranohet në vend, ajo nuk po kritikon më qeverinë, por po rrëshet në përgjithësim bigot dhe në një lloj racizmi politik ndaj shqiptarëve. Shqipëria ka plot plagë. Ka korrupsion, ka kapje të institucioneve, ka ndërhyrje politike, ka ministra të mbrojtur dhe hetime të trazuara nga pushteti. Por ka edhe një të vërtet tjetër që askush në Bruksel nuk ka të drejtë ta dhunojë me përgjithësime. Shoqëria shqiptare nuk është sinonim i korrupsionit. Shqiptarët nuk janë ata që mbrojnë aferat në kuvend, nuk janë ata që përdorin pushtetin për të bllokuar llogaridhënien dhe nuk janë ata që ngatërojnë shtetin me partinë. Këto janë vepra të një elite politike konkrete, jo tipare të një populli. Vetë raportet e Komisionit Evropian për Shqipërinë e trajtojnë korrupsionin si problem institucional dhe strukturor, jo si një oll morale kombëtare mbi qytetarët shqiptar. Pikërisht për këtë arsye, fjala e Marta Kostingulloj jo thjesht e gabuar, por bigote. Sepse bigotia politike nis pikërisht aty ku pushtetari ose burokrati sheh një shoqëri të tërë me syrin e stereotipit. Kur thuhet se korrupsioni pranohet në vend dhe se duhet ndryshim mentaliteti, nuk po flitet më vetëm për zyrtar të korruptuar. Po hidhet hije mbi vetë karakterin e qytetarëve. Dhe kjo është forma më e rrezikshme e paragjykimit, kur faji i pushtetit u faturohet viktimave të tij. Në thelb, kjo gjuhë ka aromën e vjetër të një racizmi burokratik europian, atij lloj racizmi që nuk shfaqet me sharje të hapura, por me nënçmime të lëmuara, me ton sipëror, me idenë se popujt e Ballkanit kanë një problem kulture me ligjin, ndershmërinë apo shtetin. Është ai lloj paragjykimi që i sheh vendet kandidate jo si kombe që luftojnë me elitat e tyre të korruptuara, por si shoqëri që duhen edukuar moralisht nga lart. Dhe kur ky mentalitet del nga goja e një komisionerie të zgjerimit, ai bëhet jo vetëm thyes, por edhe politikisht i rrezikshëm. Sepse faktet nuk e mbështesin këtë lloj përçmimi. Spaku, të cilin vetë Kose ka vlerësuar për punën e tij, nuk është ngritur nga ndonjë pranim shoqëror i korrupsionit, por pikërisht nga refuzimi i gjatë publik ndaj pandëshkueshmërisë. Mbështetja popullore për reformën në drejtësi, besimi i lartë te Spaku dhe zemërimi publik ndaj aferave korruptive tregojnë të kundërtën. Shqiptarët nuk e normalizojnë korrupsionin, por përplasen çdo ditë me pasojat e tij. Të sugjerosh të kundërtën është ose ignorancë e rëndë, ose arrogancë e verbër. Prandaj reagimi ndaj saj është i justifikuar. Jo sepse një zyrtare europiane nuk duhet kritikuar. Përkundrazi. Por sepse askush, as në Tiranë as në Bruksel, nuk ka të drejtë të përdorë gjuhë që i bie ndesh dinjitetit të një shoqërie të tërë. Po, Edi Rama mban përgjegjësi politike për mbrojtjen e figurave të akuzuara dhe për klimën e pandëshkueshmërisë. Po, korrupsioni është problem i madh në Shqipëri. Por jo, shqiptarët nuk janë popull që e pranon korrupsionin si vlerë. Dhe kush e thot ose e lë të nënkuptohet këtë, meriton të quhet çfarë është, e padrejtë, bigote dhe thellësisht përçmuese ndaj shqiptarëve. Në vend që të godiste mekanizmin real të problemit, Marta Kos zgjodhi formulën më të lehtë dhe më të shëmtuar, përgjithësimin. Dhe përgjithësimi ndaj një populli të tërë, sidomos kur vjen nga një zyrtare që flet në emër të institucioneve europiane, nuk është vetëm gabim retorik. Është shenja e një mendësie që rrëshet drejt bigotizmit politik dhe, në perceptimin publik, drejt një racizmi të veshur me fjalor diplomatik. Kjo nuk është Europa e respektit. Kjo është Europa e gishtit të ngritur mbi viktimën, ndërsa fajtori real vazhdon të qeverisë.